E paqartë, neve na shfaqet një fotografi e një personi apo produkti marke të njohur. Ju duhet të tregoni se kush është në këtë fotografi, apo çfarë shihni në të. Fillimisht ajo shfaqet shumë e turbullt dhe shkon duke u qartësuar. Në çdo moment ju mund të përgjigjeni, por i pari që përgjigjet është ai që e shtyp gongun. Nëse përgjigja është e saktë, atëherë fiton pikë. Nëse përgjigja është e gabuar, atëherë pikë fiton kundërshtari. Kjo garë ka gjithsej 3 lojë. Kandidati apo grupi që fiton më shumë pikë është edhe fitues i kësaj gare. Fotografia mund të jetë e personave publik, logo të emisioneve ose markave të njohura. Gjithsej ka 3 raunde. Kjo garë vlen 2 pikë. Ashtu si që po më në prezentim, një quiz simpatik. E keni zgjedhur lojtarin kush do të nga ekipi juaj? Ne na duhen edhe një gjysore me u konsultu. Gjysore? Po. Lutëm një pauzë shumë të shkurtër dhe kthehemi përsëri. Vazhdoni ju me. Keni gati? Harroni pas ta fillojmë ne. Kadria është enigmat, ai e do këtë unë. Po. Atëherë merrni vendet? Ne e kemi lyrën. Këtu, Po. Rafështisht atë, mirë. Përshëndetje. Ja ta uroj humbjen prej tashit. Këtu e keni fotografin? Aty, Ka kjo? Po.